Rrëfimi i parashivit Simakut, si e nisa karrierën dhe pse ika nga Shqipëria, ishte dhjetor 2024, kur publiku shqiptar u trondit me mënyrën si parashivi Simaku u rishfaq. E pastrej, që jetonte me ndihma vullnetare në rrugët e New York, ishte kjo gjendja e saj. Pavarësisht kësaj, e vetmja gjë që ajo nuk kishte humbur ishte mirësia në portret dhe buzëqeshja që e identifikon, pas disa peripecish, por edhe momenteve të shumëpritura për të, siç ishte takimi me djalin. Ajo sot duket e qetë dhe në paqe me veten, ikona e muzikës shqiptare, parashivi Simaku, në një rrëfim për gazetarin Blendi Fevziu, i cili ka udhëtuar deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për këtë intervistë. Tejet e kuruar e plot energji, parashivi Simaku tregon për opinion historinë e saj që nga hapat e parë në muzikë e deri te largimi jashtë vendit, në fillim të dhjetorit 1981, më japin një duet me Hysni Zelën. Një javë para na vjen urdhri që nuk do bëhej festivali se Mehmet Shehu vrau veten. Ishte një dramë e madhe, se ne në kavaj nuk ishim politikan. Ne vetëm Allahun njohim, kështu jam rritur. Dola, për fat të keq ose për fat të mirë, unë duhet të dubloja Irma Libohovën. Edhe publiku ishte pak i zymë, me frikë. E duar trokitën këngën e Krajkës, ai ishte gjithmonë modern. Dola e dyta unë, këndova dhe më kthyen 2 herë të përshëndetesha. S'më njihnin fare. Xhaxhi Xhemali, byrazer i babës tim, nusja e tij Antigoneja nga Gjirokastra. Ajo ishte martuar me një fustan me lule dhe më dha fustanin e saj. Këpucët më kanë quar te garderoba e operës e baletit dhe kam veshur me gazeta këpucët lustrafin të Edit Mihalit. Po ecja aty para se të më dilte emri. Vjen Alida Hysku e më tha, hëmi mos ki frikë se shumë mirë do dalësh. Unë po dridhesha, në atë kohë edhe Vaçe Zela dridhej, më tregon të Krajka. Irma e pyet Agim Krajkën, i thot pse s'më the se ajo është këngëtare shumë mirë. Parashivi Simaku, rrëfem për herë të parë arsyen pse u largua nga Shqipëria. Në një intervistë për opinion, ajo tregon se fillimisht udhëtoi drejt Italisë me një pasaport të blerë. Nëna ime më tha, do shkoj të shoh vëllain tim në Itali, që ishte një nga këto refugjatët. Qante gjithmonë, aman tha se ti je shumë e njohur. Me mikeshën time shkova në ambasadë. Ai ambasadori italian më kishte parë gjithmonë në këto mbrëmjet që bënte partia për Krishtlindje dhe më mbante mend. I thash të lutem, po ti je parashivia, tha. Mos ki merak, tha, se do e marr dash dervishin në telefon. Do bësh gati guest room, se isha edhe e varfër, s'kisha asnjë lek. Dhurat e kisha, më sollën atë makinën diplomatike. Vjen një burrë e grua nga New Yorku. Dhe ata donin që të argëtoheshin, të hapnin muzikë në New York. Ishin nga Dibra e Maqedonisë, burrë e grua. Erdhën dhe më blen një pasaport. Ishte pasaport e bler, kalabreze. Victoria Marini. Unë flisja italisht, dukesha si italiane, rrëfeu Simaku, në 9 mars 1992, mbërriti në New York të Shteteve të Bashkuara, u shokova kur erdha. Gjëja e parë thoja është pse është qielli kaq i lartë, në Shqipëri ato ret i kemi si kapele. Më dukej sikur kisha shkuar në një botë tjetër. Shqiptarët këtu më donin shumë. Thekson se në atë fitonte shumë me muzikën, për ne ishte për rallë. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.